الدين رأس المال فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Pasi që Allahu subhanahu wa taala e ka krijuar jetën e kësaj bote për plot sprova, bela dhe gjëra të cilat njeriu i urren, atëherë kjo detyrimisht na bën që ne të durojmë dhe të tregohemi durimtar karshi këtyre sprovave, fatkeqësive që na godasin. Mirë po, ky durim i joni duhet jetë, siç e quan Allahu në Kur'an, fasbir sabran jamila, duro me durim të mirë, të bukur. Pra durim gjatë cilit ti tregohesh stabil, i qëndrueshëm dhe jo i paqëndrueshëm. Jo durim në të cilin ka ankesë para krijesave dhe jo ankesa që i drejtohen krijuesit Allahu subhanahu wa taala. Pra Allah në Kur'an na tregon se si do të jetë durimi dhe thot fasbir sabran jamila. Duro me durim të bukur, durim të mirë. Pra urdhri i drejtohet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, është porosi për gjithë neve, gjithë muslimanëve deri në ditën e Kiametit. Pra fasbir, duro o Muhammed sallallahu alaihi wasallam për gënjeshtrimin që ata populli yt ta bëjnë ty, pra jo besimtarët, pa marrë parasysh llojin dhe formën e përgënjeshtrimit. Duro ndaj situatave ku ata tallen me ty. Duro ndaj kryenësisë, arrogancës së tyre ndaj fesë me cilën ti ke ardhur. Mirë po, sabran jamila, duro me durim të bukur, durim të mirë, durim në cilin nuk ka ankesë veç se drejtuar Allahu subhanahu wa taala. Ky është pra as-sabrul jamil, ky është durimi i mirë me cilin jemi urdhëruar nga Allahu subhanahu wa taala. Disa dietar kanë përmendur se kuptimi i durimit të mirë, durimit të bukur është kur njeriu sprovohet me ndonjë fatkeqësi, me ndonjë sprovë, mirë po jeton në mesin e njerëzve dhe nuk vrehet tek ai se është i sprovuar nga ajo sprovë prej Allahu subhanahu wa taala. Nga Ibn Abbas radhiyallahu anhu përcillet të këtë thënë se qëllimi është mos u anko tek dikush tjetër përveç meje, pra përveç Allahu subhanahu wa taala. Ky njeri durimtar i madh tërë çështjet e veta i lën në dorë të Allahu subhanahu wa taala. Edhe pse e përpin atë idhtësinë e durimit, megjithatë duron për hir të Allahu subhanahu wa taala dhe nuk e shfaq në gjuhën e tij, në gjymtyrët e tij apo në gjendjet e tij. Andaj është obligim për çdo musliman që kur goditet nga ndonjë gjë që nuk i pëlqen, qoftë në veten e tij, qoftë tek fëmijët e tij apo në pasurinë e tij, gjitha këto ti përballoj me durim të mirë, të pajtohet me caktimin e Allahu subhanahu wa taala, ti nënshtrohet caktimit të Allahu subhanahu wa taala. Dhe ta di se Allahu është el-alimul hakim, është i gjithdijshëm, është i gjithurtë dhe është i drejtë subhanahu wa taala. Po ashtu ti merr si mosër, si shembull profetët e Allahut alayhimus salatu wassalam, cilët ishin sprovuar me sprova të rënda të mëdha, megjithatë duruan ashtu siç është më së miri. Në mesin e tyre ishte edhe Jakubi alayhis salam, siç na tregon Allahu për sprovën e cila e kishte goditur, ku ai tha fa sabrun jamil, unë do të duroj me durim të mirë, të bukur, wallahu almusta'an, dhe ndihma kërkohet vetëm prej Allahu subhanahu wa taala. Allahu është ai vetëm i cili na ndihmon. Çfarë është ajo që durimin tënd e bën të përballueshëm? Çfarë është ajo që ty ta mundson të jesh i durueshëm? Padyshim se kjo rrjedh prej imanit, bindjes tënd të mirë që e ke në Allahun subhanahu wa taala, prej mbështetjes të vërtetë në Allahun subhanahu wa taala. Kur je i vendosur, nuk je i lohatshëm. Kur ti ja kujton vetes shpërblimin e njerëzve durimtar, dhe po ashtu kur ti e ushtron veten, e detyron veten që të jetë e durueshme. Sepse ka ardhur një hadith nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të thënë: "Wa man yatasabbar yusabbiruhu Allah." Kurdo që mundohet të jetë i durueshëm, Allahu do ta bëjë të tillë. Ky hadith na jep të kuptojmë qartë se durimi arrihet edhe përmes detyrimit vetes që të jesh i durueshëm. E padyshim që Allahu subhanahu wa taala në Kur'an na tregon për vlerën e durimit, na tregon për vlerën e durimtarëve, na tregon për gradat e larta që i presin këta njerëz në xhenetin e Allahu subhanahu wa taala. Allah thot: "Inna ma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab." Vërtet se vetëm durimtarëve do t'u jepet shpërmblim pa mas. Dietari i madh Abu Hatim rahimahullah thoshte: durimi është tri llojesh. Durim ndaj gjunaheve, pra të durosh të mos biesh në gjunah ndaj Allahu subhanahu wa taala, në mosbindje ndaj Allahut, pastaj durim në kryerjen e bindjeve, veprave të mira. Pra edhe këtu duhet të kesh durim, sepse pa durim nuk mund të kryesh punët e mira.
E po ashtu lloji i tretë, durimi gjatë vështirësive, sprovave, belave me cilat godet Allahu subhanahu wa taala. Pastaj tha fa afdaluha as-sabru 'anil ma'asi. Më i miri durim nga këto 3 lloje durimit është durimi që të mos i bësh gjunah Allahu subhanahu wa taala. Dhe përmend se njeri i mençur din se si të menaxhoj gjendjet e tij dhe din pastaj se si të duroj në kryen e veprave të mira, në largimin prej harameve, e po ashtu kur goditet me sprova nga Allahu subhanahu wa taala, derisa në këtë mënyrë të ngritet në atë grad ku pajtohet me caktimin e Allahu subhanahu wa taala, qoftë kur është në mirëqenie, qoftë kur është në vështirësi. Nga Ziyad ibn Amr rahimahullah, për cilët e ka thënë kulluna nakrahu al-maut wa alamu al-jarah, secili prej nesh e urrejmë vdekjen, pra përballjen me vdekjen, vështirësitë që i ka, e po ashtu edhe dhimbjen e plagëve. Walakinna natafadalu bis-sabr. Mirë po thot, ne dallojmë nga njëri tjetri pikërisht për shkak durimit ndaj këtyre vështirësive. Për cilët në Buhari dhe Muslim se njëri prej sahabive tregon dhe thot ka'anni anzuru ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyyan min al-anbiya. Thot sikur jam duke parë tani pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke na treguar për një profet prej profetëve të mëhershëm, darabahu qawmuhu fa admaw, cilin thot e kishin rrahur populli i vet derisa edhe e kishin gjakosur. Wa huwa yamsahu ad-dama an wajhihi wa yaqul, thot ai e fshinte gjakun, e largonte gjakun nga fytyra e tij dhe thoshte Allahumma ighfir li qawmi fa innahum la ya'lamun. O Allah, fale popullin tim sepse ata nuk dinë çfarë janë duke bërë. Kjo tregon për butësinë në cilin ishin profetë e Allahu subhanahu wa taala, për durimin e madh cilin e kishin ata. Tregon për faljen e tyre dhe mshurinë ndaj popujve të tyre. Lutjen që ja bënin Allahu subhanahu wa taala që Allahu t'i udhëzoj ata dhe t'i afal gjunahet, dhe i arsyetonin për shkak të padrejësisë që ata ja bënin vetes e tyre me anë të ignorancës, do thotë se ishin njerëz që nuk dinin. Elusim Allahun subhanahu wa taala të na bëjë të durueshëm gjatë vështirësive, elusim Allahun subhanahu wa taala të na bëjë të durueshëm në kryerjen e punëve të mira, e po ashtu edhe në largimin nga haramet. Sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.